shpifja ndaj grave të ndershme. Edhe Allah subhanahu wa taala ka thënë walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Domethënë ata që i akuzojnë ose shpifin për gratë e ndershme dhe nuk sjellin 4 dëshmitar, atëherë rrihin ata me 80 shkopin. Domethënë ky është dënim ligjor në dunja. Kurse për te Allahu subhanahu wa taala ose dënimet fetare janë që ai llogaritet gënjeshtar edhe mëkatar, fasik. Domethënë, pra kur i thuhet ndikujt fasik, domethënë se është në nivelin më të keq të termit mëkatar. Domethënë, pra prej mëkatarëve të mëdhenj. Është quajtur në Kur'an dhe në Sunet ai që shpif për gratë e ndershme. Dhe gjithmonë janë përmendur gratë, domethënë sepse kjo ndodh më shpesh edhe më shumë i kushtohet rëndësi ruajtjes dhe mbrojtjes të grave. Përndryshe, dispozitat e njëjta vlen edhe në shpifje për gratë edhe për burrat, gjithashtu. Nëse dikush e quan dikën prej besimtarve, e quan zinaqar ose e akuzon, domethënë me kurvëri ose homoseksualizëm ose të ngjashme, atëherë kjo fjalë e tij duhet, domethënë merret në gjykim, duhet ta vërtetoj me 4 dëshmitar, se e ka parë, domethënë edhe 4 dëshmitarë kanë parë duke kryer atë vepër, përndryshe ai dënohet për shpifjen, domethënë në dënimet e dunjas. Kurse si thamte Allahu subhanahu wa taala, llogaritet fasik dhe llogaritet gënjeshtar. Domethënë Allahu ka thënë ulaika inda Allahi humul kadhibun, domethënë ata tek Allahu janë gënjeshtarët e vërtetë. Edhe gjithashtu ky është një dënim shumë i rëndë, domethënë që njeriu të shkruhet te Zoti i tij subhanahu wa taala se është prej gënjeshtarëve.